dëmë thonë që ja u ka morë njerëzve jetën të i rejë stëps. Për na i kemi thonë ati Cipirip, një polips, dëmë thonë, famë keq. A ke njohë para aksionit? Po, a i ka qenë edhe në shpetime, ka arrestue, ka... Edhe ka lëviz lirshëm kështu në ka lëviz lirshëm, ajo është, dëmë thonë që ja u ka morë njerëzve jetën të i rejë stëps. Dëmë thonë që aty 94-ën i ka myt njerëz stëps në stacion policisë. Aja kanë dodhë se atë ditë dëmë thonë e kanë niveli gatishmërisë një sitit gueril të qëkës, atë ditë ka qenë gatishmëri që ku takohet me eliminue. Të në ditën e kemi kërkue rrugëve, po nuk kanë dodhë dëmë thonë në qytet, edhe i ka taku këta djemët se cilin që jenë këmë të angazhum, edhe ka thonë që ndërpritet. Edhe ne ka shkujmë në ato banesa që kemi posë, si në Prishtinë, si në Podujeva, atje mas pisha, që ne ka siguru e Fadel Pajazite, jemi shku aty, une nuk jom him brana se i shkon dykush. Ishin konë një 2 persona aty, edhe jom këthyje, jom shku të dojtë e mi kom nejt. Dojtë keni posë dhe jom në qytet, të stadiume, deri një kohë të saktume, kur kom lëviz, me shku për i shpije, kom kalue për e bërë të spitalet, që KMF. Që KMF i thujmë duke të qenë komunale, edhe aty ka qenë një lokal i sufit, edhe i shkon të pi me dikën. Edhe kër e kom po, se edhe më kujtuhet aja jogo e tina i gjyrë hire, dhe 092 një... Do më jef një ditë edhe torgen. Po. Edhe kom kalu në për mes pishave atje, edhe kom lajmërue, ka dollë, dhe më thonë edhe, kër e kom lajmërue, e kemi pos në atë trokitjen që e kem ditë. Të këdume. Të këdume, po edhe ka dollë, i kom kalzue, edhe më ka honë shkëpritëm, është një vend, tash është ndërtua aty të rruga e spitalit, da i vend me ndërtesa, për ka qenë një bërri pa mirë mbojtëm, ka unë shkëprit që aty për 15 minuta, nëse nuk ve, të vazhdan. Jum shku këm prit, aty e kish pasil deri të përmi spital, aty e ka pru Fadil Pajaziti dhe më thunë me kerë, me ormë, edhe shtardhë. Ka fishlue, ju kom lajmërue, e kemi vëzhgu edhe njëherë për gjatë rrugës aty qysh. I shkon për me kry aty punë mrena lokal ka pos njerëz tjerë. Edhe u kone pa mënç me pa bo dome. Edhe jemi strehu një farë kanole aty, sepse atër infrastruktura në për qytetin, ka qenë e dëbë. Edhe jemi strehu aty, edhe i ka dollë për nevojat veta në fund të rrugës, para lokalit aty, edhe ja ka lëshu breshrinë automatikut. A i ka mbjetu, nëse nuk kemë... I ka mbjetu, sepse e ka pos një automat me një kajsh dëpt. Tash, kur shtërguhet ormja, e kur këputet, më thonë të hu për orientimin. Edhe aj pak si temperament se u mënu me këput mjedist, se e pat edhe arsyn edhe një hermat modhe, sepse ja rejë pobën edhe vlovën.